Tani po mendoj të hyj te S&P 500, te Nasdaq, te tregjet kryesore, indekset kryesore, po mendoj të muloj edhe Europën dhe Kinën, sepse ata që kanë ecur mirë, që kanë krahasime me tregjet europiane. Po hyj mirë te S&P 500. Dë shikoni këtu që parashikimi im gjatë javës ka qenë që do shkoj te një mean reversion te kjo zona 5800, ritestim e kësaj zone këtu. Kjo është një formim këtu lart, quhet Wyckoff distribution, është një formim çmimi ku bëjnë distribution ose shitje me volume të larta ngadalë avash avash për një periudhë të gjatë institucionet. Kjo ka qenë një Wyckoff distribution. Që të formohet një Wyckoff distribution, duhet të bëj një retestim të zona që ka thyer. Kjo ka qenë zona te 5800, 5900. Reteston këtë zonën dhe pastaj ikëm më thellë. Kjo është setupi që unë kam darë dhe në Telegram. Do të mundohem ta tregoj tani këtë foton. Është kjo, një sekond. A mund ta tërheqte? Ja. E keni këtu. Shikoj. Kjo, formimi, shikon? Higher falso, ulet. Bear trap, bull trap. Bear trap, bull trap. Pastaj ulet, bën ca falso këtu, ngrihet prap dhe pastaj bën një ulje dhe më të thellë. Kjo është ajo Wyckoff distribution. Pa ka bërë këtë Wyckoff distribution, shikoni këtu. Dhe tani do të shikoni formimin e çmimit, ja. E keni këtu. Korespondon pak a shumë perfekte me atë formimin që tregova unë që bëjnë bull trap, bear trap. Këtu. Dhe ka futur shumë tregtar. Çfarë Kleo? Çfarë Irdi? Po thosha që në fjalimin e parë lidhja edhe option edhe calls edhe puts, edhe sepse do ketë shumë volatilitet edhe më mirë. 5100, çfarë godet 5100. Ashtu është, do të ketë një moment vendimtar. Kjo ka qenë situata, tani po je që ka impakt recesioni e gjëra të tjera, do të bie 20% çmimi. RSI-ja është bërë shumë e shitur, prandaj kemi një rritje tani. Pastaj do bëhet do normalizohet RSI-ja te kjo zona 50, mund bëhet edhe një shitje tjetër, që të ikë trendi më thellë te 20% që është deri këtu, 4900. 4900 Irdi është një zonë perfekte që ta akumulosh për të blerë. Pastaj varet se sa do ikë tregu. Për të blerë, le të themi. Unë me pashë, po ta vjen që të 550, domethënë ajo thyrë aty ishte shumë e frikshme. Po. Te kjo zona këtu? Po. Kjo ka qenë një bear trap, ka futur shumë bears më shumë. Dhe tani rritet, ja merr kapitalin atyreve. Pastaj fut bulls këtu, ja merr edhe para atyreve dhe ikin poshtë. Tregu. Po flasim institucionet. Sidomos me këto options, sepse tregtarët e thjesht tregtojnë, shumica tregtojnë me options dhe nuk kanë kapitale dhe mundohen që të pasërohen shpejt. Por po që i zgjuar si Irdi, që ditë të tregtoj options. Vetëm tani, që fiton dhe ku të 30%. Edhe një që një pjesë. Po, varet, do t'jesh shumë i aftë në options, se s'ka dojnë. Po, është problemi. Okej, kjo është S&P 500, besoj, Kleo, keni apo ta lejmë me kaq? Okej. Ta lejmë, okej, në rregull. Vazhdojmë me Nasdaq. Nasdaq ka bërë një formim tjetër, S&P ka bërë Wyckoff distribution, që ka bërë ato 3 zona që i ka testuar. Nasdaq dhe Bitcoin ka bërë për një formime, double top. Ka qenë. Dhe pastaj ka vazhduar për poshtë, kjo ka qenë këto zona që unë kam parë, është thy dhe struktura këtu e kësaj vizës trendit këtu. Kjo ka qenë momenti kyç që unë kam filluar që të hyja short në treg dhe kam tregtuar, kam përfituar këtu nga rënjet.
vetëm antarët e komunitetit privat kanë para ato short, se të hysh short në treg është shumë e rrezikshme dhe duhet dishte si të manovrosh në menaxhim. Edhe vetëm ato e kam parë, nuk e kam darë të Telegrami, se s'duhet të djeg persona që nuk din të traktojnë atë mënyrë. Shumë të shitur, ka nevojë për një kthim çmimi mesatar. Kjo do bëj që tregu ndoshta të shkojë te kjo 20.400, 20.500, shikoj. Ritestim, ku ka double top, ka dhe do ta tregoj këtu, ka dhe një zonë që te 20.500, pak a shumë. Kjo du të jetë zona e ritestimit, a do vazhdoj long, a do vazhdoj short, është për të parë, është një gjë që një situatë për gjithë tregun, pak a shumë. Kemi dhe Russell 2000 që ka vazhduar, le të themi, këto rënje në thellë. Unë kisha bler këtu ETF-in e shita te kjo zona për para rënje, se nuk po pëlqente më te kjo zona këtu, nuk heci, është diçka që normale. Dolëm te kjo zona këtu 2300, do rihym te zona ndoshta 2000. Shikojmë. E blej pak më lirë dhe pastaj kapim ndonjë val më të madh. Kjo është ajo që parashikoj unë atë rast. Ideja është që nëse futem në recesion, ku kompanimet të vogla është më rrezikuar, prandaj kemi pasur me këtë shitje. Ne kemi shohur në grafikat. Po, e shikoni dhe që na dhjetori, që na fillimi dhjetor që hyrja jo frika e recesionit, që ne ndam të Telegrami dhe kemi diskutuar tu ato javët e 12, besoj te 20 dhjetori kemi folur për recesionik, dhe te 12 16 dhjetor ku kemi bërë këto podcastin ton. Mund të shikoni videot atëherë. Shikojmë, është bërë shumë i shitur RSI dhe te kjo, kuptoj që kur bëhet shumë e shitur do hyjnë ca tregtar ta luajnë te kjo mean reversion. Më shumë do jenë day traders dhe jenë afat shkurtër. Ne na që jemi afat mesëm, nuk më intereson kjo zonë, po gjese që do jetë kjo mean reversion e tregut në përgjithësi. Një sekond. Ta vizotojmë është kjo. Kjo ka ishte momenti kyç që unë kam ndarë dhe te Telegrami, që këtu po të këtë zonën filloi tregu të ikte short. Prandaj kam me vizatim këtu. E keni te Telegrami gjithë analizat që bëj të VIX-it ditë për ditë. VIX-in unë kam si kryesore, e shikoj ditë për ditë sepse tregon frikën dhe lakmin greed ose fear dhe greed anglisht në treg. Dhe ka pasur shumë frikë këtu, tani po ulet frika, po rritet tregu, besoj që mund të rritet prap frika mbasi një periudhë ose ndonjë lajm tjetër që mund të nxjerrë tregu. Dhe evente ekonomike është për të parë. Kjo është situata e VIX-it. Tani do të muloj pak tregun e Kinës, që ne kemi tregtuar tregun e Kinës. Unë kam bler ETF-in e Kinës te fondi AISA këtu në Angli, kam bler këtu. Jam 25%, 24% plus. Unë kam bler këtu te dipi, të them drejtën, i fondit. Kemi pak më mirë, po kjo ka qenë zona që mund të vazhdonte trendi për lart. Jam me 30% plus këtu. Te kjo. Kemi kapur te akaunti im i tregtimit, që tregtoj stocks, kam kapur Alibaba dhe kinezët e tjerë që kanë ecur mirë. Dhe keni këto me prova, jo vetëm këtu që kemi ndarë te YouTube, po edhe te Telegram. Okej, kemi dhe tregun francez që vazhdon këtë rritje. Po tregon pak dobësi tani ose një farë konsolidimi këtu. Edhe kam hyrë te Crédit Agricole që vazhdon rritjen, shikon. Dhe te BNP-ja që ka majtur tani gati 3 muaj. Që vazhdon këtë rritje të pastër nga kjo zona këtu deri këtu ku jemi. Por kjo franceze po tregon pak dobësi,
tregu europian tani këtë javë të tregu amerikan, që të rrisi tregun amerikan të zona mean reversion dhe pastaj mund bëj dhe themi një rritje prapë europiane. Gjermani ka qenë shumë i fortë dhe vazhdon të bëj këto konsolidime dhe thyrje për lart. Këtu mund të jetë një zonë që unë mendoj që mund të jetë zonë konsolidimi pak më afat mesën. Është për të parë. Kemi japonezin, që nuk e shikoj. Kemi australianin, që ka rënë shumë, dhe kjo është i mirë për një mean reversion të shkojë ke zona 8000 tregu australian. Pastaj tjetër që s'ka tjetër këtu në tregjet, po flasim nga indekset kryesore. Stocks individual që ne kemi tregtuar këtë javë, të ndaj 2 këtu që kemi ndarë të Telegrami gjatë javës. I pari është NIO që kemi kapur të zona 4.5, na iku 20%, 22% plus, dhe ra pak, por në që unë mendoj që kjo mund të bëj një farë supporti këtu, dhe po fillon ato shenja ose konsolidime dhe pastaj të vazhdoj për lart. Prandaj po e maj. Dhe e kam lanë tregun që të bëj atë që të bëj në këtë situatë. Kjo ka qenë. Po jemi plus akoma, jemi pozicion shumë të mirë që unë stop lossin mund ta lëviz shumë lehtë te kjo zona mbi pozicionin që unë kam hyrë dhe nuk u mbas asgjë. Te kjo zona 4.55, kam hyrë te 4.49, 4.55, dhe tani po mendoj që mund t'i dhe më lart të mbas një farë konsolidimi. Dje të premten kemi ndar Rigetti, që është e quantum computing, u rrit 28% dje. Ne kemi hyrë te kjo zona 9. Pak më lart, them drejtën, te 9.9 këtu. Se heci pak si me vrut të madh, unë kisha dëshirë ta kapja te 9.5. Janë gjëra që ndodhin në treg ku ka vrut të madh në një aset. Jemi plus edhe mendoj që jemi në start të një trendi, sepse gjithë sektori, gjithë industria quantum computing po vazhdon për lart tani. Kemi dhe QBTC që pati ca lajme pozitive që ne kishim në vëzhgim dhe për fat keq nuk patëm mundësi me e kap, që shikoje ka ecur këtu. Zona që unë për studioj të QBTC ka qenë kjo zona te 5.7 te ndoshta edhe te $6 dhe ishte perfekte. Për kapur dhe është një aset që unë doja ta kapja me patjetër, se kjo tani ka arritur një profit që në momentin që unë kam darë analizën këtu të Telegramit 79%. Unë nuk e traktova një gjë që ndodhen edhe të shikojmë se sa do heci tani. 79% për 3 ditë. Kuptoj që ne mundohemi të kapim momentin kyç ku ka vrull. Rigetti po njëtin shenja po tregon këtu, është për të parë se do heci tregu në përgjithësi. Unë mendoj që RR-ja. Këto ishin, se s'ka shumë ide të mira këtë javë, se tregu është i keq. Kleo, ndonjë gjë tjetër për shtu këtu te stocks, ke ndonjë mendim, ndonjë ide apo kaloj me kaq? Jo, nuk kam lojt përveç Rigetti që kemi lojt dje. Por këtë javë që vjen, besoj se do të kemi mundësi dhe më të mira, se tregu ka qenë në rënje, kështu që ti ke lujt disa short, po nuk los short. Edhe shikojmë tani këtë javë. Kam hyrë short, unë isha agresiv. Jo vetëm që prezervova kapitalin në këtë periudhë, por bëra edhe 2-3% të tjera të portfolio gjatë rënies së treg. Kapital pak për të akumuluar edhe ca profite të tjera në rënje. Dhe tani po mundohem kur të kapim trendin për lart, mendoj që do kemi ai 20-30% profit në një valë serioze për lart kur të vi, s'ka rëndësi. Po iku short prap tregu, do hy short prap, dhe do besoj që do marrja 5 deri në 10% të shortit tjetër që do ndodhi në treg. Po flasim te portfolio im, jo te lëvizje individuale. Okej, po le me kaq. Irdi te stocks, ke ndonjë gjë ti për të parë këtu? Ionic, kam pëlqen, që prisja të shkodë jetë të suvjeta, po që ka 8 vjeta urit direkt, tek 23. Po. Industria në përgjithësi po rritet e quantum computing,
Dhe ishe shumë i shitur këtu ajone, ke shikon edhe të RSI-a, një zonë shumë i shitur. Po, të reja, do të javës tjetër më një kontratë vogël. Po. Më rënë ajën, po vazhdo të kem në vëzhgim, kam në alerts dhe thyrit të ca zona. Ja, kam këtu të zona 36 afërsisht. Kur të thyet të zonë, besoj që mund të një vrull. E shikoni veç që ka 1, 2, 3, 4 thithi këtu të 37, 38. Dhe prandaj unë nuk kam rrezik. Dhe ka dhe problematikat e tjera, po e vëzhgoj. Është për të parë. Finder të shumë long term stock për dividend. Shumë. Po. Është për të parë dhe kjo unë personalisht nuk kemë strategjitë të ndër, por ata që kanë qep dividendët është një kompani shumë e mirë. Po, ndoshta, po. Është për të parë. Shikojmë dividendët sa ka? E ka goqa, 20% duke të që. 20% apo? Ja, nuk e bëjmë në fix, po e ka goqa. Nga që e ka dividendit që për kishte çmimi 60-70 dhe nuk e ka ndryshuar. Por që se ka në çmimi. Së mbaj men kjo do tjetë, dhe jemi gabim. 6.6. Po, 6% i këtë sigurta. Kjo është Pfizer? Apo kam gabim? Po, kjo është Pfizer. Nuk është i keq, në them se i merr 6% sigurta, gjatë kohës që ti e manë atë që thotë i rriqë mund të mash afat gjatë, dhe me idenë që ndoshta rikthehet fuqia blerëse dhe kjo dhe vazhdo marrësh diku të rritje çmimi, diku të le të themi 20% dhe dividend 6% për gjatë periudhës që ti pa e manë. Por 6% vjetore, kuptohet. Ajo do të coptohet në besoj si e pagon dividendin. Pagon 4 muaj. Po, çdo 3 muaj. Kështu që ta marrësh pjesë dividendin, varet se sa ta marrësh në rritje, po afat gjatë mund të jetë një gjë që ja vlen. Është diçka tjetër që nëse industria farmaceutik vazhdon të ecë për 10-15 vite, mund dalin kështu të rinja dhe mund të kemi një hap domethënë, siç ishte në rastin e Covidit. Që ne përdajmë vlen këtë lloj stoqesh. Mund të bash për 10-15 vite dhe diçka të ndodhi që të rrisë çmimin ndërkohë që i merr dividendin pasamisht. Duke qenë se janë kompani 100 vjeçare. Po. Dhe do të shtoj diçka që kur njerëzit pyesin mua çfarë të investoj unë, atë të investoj në Mimcoin dhe unë gjithmonë i them përgjigjen, ke Bitcoin vetë në kriptosione si investimet më serioze është për këtë arsye. Je aksioner të një kompani që nuk le të themi falimenton asnjëherë si Pfizer, merr 6.6% sigurta, pastaj mund të marrësh edhe një rritje të çmimi i aksioneve. Ky është investim serioz. Jo meme coins. Po kuptohet që s'do bëni 10.000% fitim me një lëvizje që pretendoni te meme coins, por s'po rrezikoni kapitalin në asete që janë të paqëndrueshme dhe keni të ardhurat të sigurta. Është diçka që te aksionet duhet përqendroheni më shumë për investime serioze, për mendimin tim, jo me kapitalin.